Profeti alayhi salatu wasalam ati ju ka dhënë dituria edhe për botën tjetër. Na ka lajmëruar se çfarë do të na pret neve pasi që të vdesim. Këtë gjë nuk mund të na lajmërojnë vetëm se profetët. Na ka treguar që pasi që ta kalojmë kufirin prej kësaj botën tjetër, normalisht që të presin policia kufitare dhe t'i kërkojnë dokumenta. Këtë po e them figurativisht, sepse ata që na presin janë me laçe dhe na marrin në pyetje. Ato dokumenta që do të na kërkojnë është që do të na pyesin: kush është Zoti jot? Cila është feja jote? Kush është profeti jot? Besimtarët Allah do t'i forcon që të përgjigjen: Zoti jam është Allah, feja jam është Islami, Muhamedi është profeti jam. Kurse ata tjerë thujnë: kemi dëgjuar diçka njerëzve duke fol dhe nuk dim përgjigjen. Dhe besimtarëve do t'ju thuhet: flej mirë, flej sikur ajo nusja në natën e dhëndërris, e cila nuk zgjohet vetëm se nga më i dashuri i saj. Ka një gjumë të mirë, një gjumë të rahatshëm dhe një zgjim të ëmbël për ata i cili përgjigjet këtyre pyetje, për ata që e kalon testin. Kurse ai tjetri, dyshuesi, jo besimtari, ai nuk do din çfarë përgjigjet dhe engjëjt do ta godasin me një çekan. Kur ta shikojsh, këtu ka urtësi të madhe. Nuk do ta godasin me shpatë. Për trupin, për shkatrimin e trupit zakonisht është përdorur shpata, gjërat që e ndajnë trupin. Mirë, po për shpirtin nuk është e përshtatshme shpata, po ajo që do të përdoret është qekici, sepse shpirti është tjetër përbërje. Dhe me të do ta trandisën shpirtin e tij. Kështu është përfundimi i atij i cili ka dyshuar dhe i cili s'ka besuar, do të ketë një jetë të vështirë në jetën e varur.